Ura e Zogut, e njohur ndryshe si ura me harqe, e shpallur monument kulture, vijon të përballet me rrezikun e shembjes, pavarësisht ndërhyrjeve të pjesshme të kryera vitet e fundit. Një struktur metalike është vendosur në njërin prej këmbëve të saj për ta stabilizuar, por kjo mas mbetet e pamjaftueshme për të garantuar qëndrueshmërinë e urës. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Lezhë, Paulin Zefi ka theksuar se nevojtet një ndërhyrje më e plotë dhe profesionale për ta shpëtuar urën nga degradimi. Bëhet fjalë për rënje të ndjeshme të pjesës së strukturës në pjesën lindore të urës, ku ka qenë edhe ndërtuar një platformë e përkohshme faktikisht. Nuk është platformë e përhershme, por edhe kjo platformë e përkohshme duhet bëhet në ndërhyrje një projekt i detajuar bëhet në ndërhyrje shpëtimi tashmë, sepse po rrezikojmë shemën e saj të plotë. Kjo, nëse mund të themi, pavarësisht se është një strukturë integralisht e përfshirë në urën e vjetër, por ja ka zëvendësuar harkun që është hedhur nga forcat gjermane në luftën e dytë botërore. Ajo ka vletë vetë historike, përderisa lidhur ngushtë me vetë monumentin. Mendoj se duhet bërë, po njëjti projekt do të zbatohet edhe në pjesën veriore të urës, në mënyrë se mos ta humbasim këtë pjesë. Ura e Zogut është një nga ndërtimet më të veçanta të periudhës së mbretërisë shqiptare, e njohur për harqet karakteristike dhe rëndësinë që ka pasur në lidhjen e zonave përreth. Aktualisht ajo vazhdon të jetë një nga simbolët më të çmuar të trashëgimisë kulturore në vend, por njëkohësisht edhe një nga më të rrezikuarat.